Seanca gjyqësore e datës 25 mars ndaj pandeurit Fatmir Mediu për tragjedinë e Gërdecit u shty përsëri. Nga që avokatët thanë se ka shkuar në Washington, i ftuar për takime në Kongresin Amerikan, por nuk paraqitën ftesë zyrtare, ndërsa prokurori dhe gjyqtarja nuk e kërkuan. As kryesia e kuvendit nuk ka dieni që deputeti Fatmir Mediu është ftuar nga Kongresi Amerikan dhe as Partia Republikane e Shqipërisë nuk ka një ftesë për të sekretar partie, fakt që vërteton drejtësinë e tij për të mos u paraqitur në seancën gjyqësore të Gërdecit. Sipas kodit procedurës penale, seanca duhet të zhvillohej në mungesë, mbasi Fatmir Mediu i është shmangur 13 herë gjykimet, duke shkuar në SBA në datat e gjyqit me mashtrimin sikur ka ftesa nga Dash, NATO, Kongresi e Senati dhe sikur shkon për trajtime mjekësore. Përveç mashtrimit për zvarritur procesin gjyqësor të Gërdecit, SPAK duhet ta hetojë ministrin e pandehur Fatmir Mediu për burimet financiare të udhëtimeve të shumta që bën drejt SBA-ve dhe ditëqëndrimet atje shpesh i shoqëruar. Sipas të dhënave rezulton se nga muaji janar 2022 e deri në muajin mars 2025, Fatmir Mediu ka udhëtuar 47 herë në SBA, ku ka qëndruar 302 ditë, që do të thotë se ka harxuar miliona për avion, taksi, hotele e të tjerë. Këto shpenzime udhëtimi e qëndrimi në Amerikë deputeti Fatmir Mediu nuk i ka deklaruar te formulari i tij pasuror në ILDKPI, megjithse detyron ligji numër 949 datë 10 prill 2003 për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të zgjedhurve në punësve të lartë publik. Gjërsa zonjza Evgjeni Bashari e ILDKPI-s nuk ja ka verifikuar këto shpenzime udhëtimi e qëndrimi në SBA dhe as e ka kallëzuar penalisht për fshehje të ardhurash financiare, është detyrimi SPAK-ut të hetojë se nga cilat burime i ka siguruar Fatmir Mediu këto të ardhura. Nëse ka qenë i ftuar zyrtarisht, shpenzimet ja kanë paguar Dash, Kongresi dhe Senati, por Fatmir Mediu ka detyrim të deklarojë çdo qindark në ILDKPI, madje të detajuara për vlerat e udhëtimit me avion, hotelin, pagesat për ushqime e shërbime të tjera gjatë qëndrimeve në SBA. Sepse e kemi parë që politikani global i pandeuri Fatmir Mediu gjatë qëndrimeve në SBA pozon nga sallone hotelesh e restorantesh luksoze me kongresmen, senator në punë, se politikan amerikan madje duhet të deklarojë dhe shpenzimet për trajtimet mjekësore që deklaron se ka bërë atje.